Assalamu alaikum. Ju përshëndes nga Shapja. Pejgamberi ynë alayhis salam njihej për besnikrinë e tij, për sinqeritetin e tij. Madje edhe armiqt e pejgamberit alayhis salam e pohonin vazhdimisht se profeti ynë alayhis salam kur nuk ka gënjur. Para se t'i vinte shpallja pejgamberit alayhis salam, Mekasit vendosën që Qaben ta rindërtonin. Sepse gjatë shekujve, gjatë viteve, Qabja pra vërshime të ndryshme dhe dihet që në kaluarën Mekja ka qenë një lukinë dhe në mes të saj ishte Qabja. Vërshime të ndryshme pra gjatë kohës kishin bërë që muret e Qabes pra të ndikoheshin prej këtyre vërshimeve. Dhe kishin vendosur që ta rindërtonin. Pasi filluan rindërtimin e Qabes, arritën tek vendi ku është guri i zi. Kur arritën aty, secili fis prej arabëve doshte që të kishte atë nderin e vendosjes së gurit të zi. Dhe ashtu në diskutime sipër nuk po arrinin pra të vendosnin se kush prej tyre do ta vendoste gurin e zi. Derisa dikush u dha një sugjerim. Tha personi i parë, i cili do të futet nesër pra në sheshin e Qabes, ai le ta vendos, ai le gjykoj. Dhe të nesërmen në mëngjes, personi i parë që u fut pra në sheshin e Qabes ishte pikërisht profeti ynë Muhamedi alayhis salam. Kjo para se t'i vinë shpallja. E që të gjithë një zër i thanë, jemi të kënaqur me gjykimin e tij. Ky është i sinqerti, ky është besniku. Jemi të kënaqur me gjykimin e tij. Pra e pohuan që të gjithë Mekasit e dinin që ishte besnik e ishte i sinqert. Madje tregohet se Herakliu, perandori romak, kur pejgamberi alayhis salam i dërgoi letrën ftesën që të bëhej musliman, ai mori të parin e një karvani, pra që ishte në atë kohë i arabëve, kishte vizituar, pra ose ishte për tregti në trojet që ishin në sundimin e Herakliut. E i pari i këtij karvani ishte Ebu Sufjani, që në atë kohë nuk e kishte pranuar Islamin. Nuk ishte bërë akoma musliman. E kur e pyet Herakliu Ebu Sufjanin për Muhammedin alayhis salam, pra sa keni provuar të gënjej ndonjëherë, tha jo kur. Atëherë Herakliu tha, dikush që të pyeta tha pra për a keni parë të gënjej ndonjëherë, dhe më thej që jo kur. Dhe thash thot se dikush i cili pra nuk gënjen krijesat, ai nuk mund të gënjej për Zotin e gjatësisë. Pra pejgamberi alayhis salam ka qenë besnik, ka qenë i sinqert, dhe ajo gjë në të cilën ai ftoi është e vërteta. Pejgamberi alayhis salam na ka ftuar që të adhurojmë Allahun e lartësuar një të vetëm. E kjo është ajo që ja mundëson njeriu me hyrë në xhenet. Ka ftuar pra me besu Zotin e gjatësisë. Dhe nëse ne besojmë Allahun e lartësuar, adhurojmë Zotin e gjatësisë një të vetëm, besojmë dhe pasojmë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, na premtohet një jetë e lumtur në këtë botë, dhe na premtohet lumturia e përjetshme në botën tjetër. Cili do mashkull apo femër që bën vepra të mira duke qenë besimtar, do t'ja mundësojmë atij një jetë të mirë, kështu thot Zoti i gjatësisë në Kur'an. Kështu që unë ftoj çdo njeri që të thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, thirrje, ftesë, për cilën na ka ftuar pejgamberi alayhis salam. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Muhamedi është i dërguari i tij. Është shkak kjo fjalë nëse njeriu e thot me bindje të plotë se ka botë tjetër, se ka xhenet, se ka xhehenem, është shkak që të fitoj xhenetin botën tjetër, të hyjë në xhenet. Dhe pejgamberi alayhis salam, i cili nuk ka gënjur kur, thot në një hadith,
kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah hyn xhenet. Prandaj vllai im, thuaje vetë këtë fjalë, motra ime, thuaje vetë këtë fjalë dhe mësoja çdo njëri që njeh. Në mënyrë që t'i tregojmë tjetrit të vërtetën, t'i tregojmë tjetrit atë për cilën ftoi pejgamberi ynë alayhis salam.